Përshëndetim radion edhe televizorin Fontana, krye me pacëndzes. Jam Palcena, nisna sot prej fshatit ose Hyla, komuna Gjakovës, cili jam ashtë me mrin Radio Fontan, një stog. Përshëndes. Rasti është mbreti boca, mbreti është rasta, rasti mbreta. Nuk është Palcena ai që e pot atje, po Palcena është ky që po e shihni këtu në studio. Dhe i ka vu vetës për detyrë me ardhë kom prej Gjakove, me provu vetën e me ardhë e me vizitu radio-televizionin Fontana, cilën thot ka ma shumë se 10 vjetë që nuk besoj që më kanë kalu 10 raste kur nuk ka mujt me dëgju Radio Fontanën, familjarisht, se bashku me shoqe me krejt. Palcena është i fshatit ose Hyl të Gjakovës, edhe do të na spjegoj tash ky vet të mos e përziu në muhabetin. Kjo është krejt përgatitja teknike e palit, shtagat, ushqimet, ujt, sigurt ka ndoj medikament këtu, duhet ketë, sepse është rrugë, mund të lëndohesh, mund për krejt. Edhe i themi Albert Lubenicit si ka dhe tjerë si jetë, si nuk je veç ti. Sa i po kujton veçaj në dyja ecë. A i ka ecë me biciklet pe Gjermonia në Kosovë. Pal mirë se erdhe. Mirë se gjetëm Bacazesh. Mirë se erdhe në Istog. Faleminderit. Mirë se u gjetëm. Ishte një befasi që nuk më ka ndodhë ndonjëherë prezenca jote në Radio Kafe aty, kur më tregove kush jetë, qka jetë e kje, dhe kur, sidomos kur më the në ora 1 noc, jem konë parades Radio Fontanës. Vërtet, po që ditëna, a ki provu me hy mrenën? Jo, veç e kam bo një fotografi qëtu para radios edhe kam vazhdu e kam shku në hotel e kam fletet. Mirë, atëherë mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, Bacazesh. Apo na tregon shkurt kush është Palcena, ma përkujtove që kemi foli herë diçka pak bashk, po pak ma mirë. Bacazesh, unë jam Palcen Vilaj, mbi emnin Vilaj e kem fshatit ose Hyl, jam djali i Cen Mazhunit, jetoj në Zvicër që 37 vite, me familje jam atje, kam punu e punoj, po dishka s'jam mirë gjendje shëndetësore dhe kam pas ëndër njëherë me të vizitu në kitë radio-televizor të Fontanës. Që to nuk jo mirë me gjendje shëndetësore dhe atje të thash kur kem, mos ja thuj kuj se nuk ta pranon kush, se ko ke ma mirë se une në pomje, edhe më arë pe Gjakove kome më thonë se jo mirë më shnet, thonë për rrenë pali. E vërtet, sa kilometra i ke bo, a ke përcjell? Qështë kam këshyrë në Google, prej fshatit aty janë dikur rreth plus minus 60 kilometra. 60 kilometra? Qështë kim këshyrë në përmes Google, se ecim. Po? Edhe kam pas menim, ku ta kish qëllimin e mirë, menimin e mirë, edhe arrit cilin. A konë vështërsi, a konë rrezik gjatë ecjes, gjatë rrugës, se ki krejtë rrugë lokale, ku ecin edhe makinat, edhe ditën edhe natën, edhe kam pas, si thash pare, gruja dhe thmija kanë pas prejnë. Pal, për që ta jenë familja mu brengos për ty, për që ta thot njeri shqyqyrë si kom, për që ta i kem familjet, mësua me të solo. Kanë shoqëru me telefonata rrugë, sa? Po, te i dikon kanë shoqëru. Po ty të përshëndes Bacazesh një, përshëndes stafin tanë, i përshëndes ton digjust edhe shikus se i kitë mërkullushëm, i përshëndes donator tu, i përshëndes sponsor tu, i përshëndes të tonë. E përshëndesim Shokre Eminin, se e përcjellim shumë ke mund për ta, po përshëndes Mustafa Rogovën, se kam knasi ku ta nim, po i përshëndes tonë digjus dhe shikus emen për emen. Kam knasi çdo njonin kur e njim, kur të full, unë e kam qef ma fort për mengue. Qata se nuk unë të thashë dhe pare nuk më kujtuhet ndonjëherë që nga ke thirë kështu që ke... Jo, Bacazesh, kam qef me konë digjus, se unë i tham vetit ka herë ma mirë është me ndigju,
Se jo su kur dikur se një e din, e non si din. Edhe apet mërthej. Edhe hapet mërthejet. Ma mirë është po bje fjalla me kon pak poshtë. Unë të shoh ty po bje fjalla ku ta mojsh emisionin e këtu, je një urë, e ura bon gjithë shka për mi edhe hin gjithë shka për fundri. E ty të një moftë zoti, pas një jetë mirë, një jetë lumëtën, të kish dashni edhe respekt me familje, po edhe me ndigjus edhe shikus. Pala për nga të regon pak qësh përfundove në Zvicër. Që shkove? Baca Zesh jam Para 37 vjetë jam shku... Një jetë njeri kjo, një jetë njeri. Jam shku si i ri atje 88-ën kam dalë si sezonjerë dhe që shku në 37 vjetë. Qa ki me bon tash? Atje ki familjen? Atje kam familjen, kam tafnit po bje fjalla, kam djemë të vlavte, qështu të familjes kam plot. E përshëndes Baca Zesh edhe grun, edhe qikat, Argjirën, Aiden edhe Argjentin. Ka ke burri lig! E përshëndes edhe nipin e vogël Noelin. O, edhe unë e kom një Noel. E di Baca Zesh. E kom një Noel. E di. Ton Noela të shinë të mirë. Shumë. Nipin e aki prej qika, prej djoni. Piqike. Prej qike. Jo, piqike Baca Zesh. Piqike kam. Ishin lezeti dijes. Po Baca Zesh unë ka i herë për lana me gruni. A pedon ma shumë se fëmin tu? Jo Baca Zesh. Se ashtu? Baca Zesh unë e du djallin tam, qika ta dojnë djallin e vetë ose dhomën e ta dojnë djallin e vetë. Ata ne ta dojnë fëmin e vetë, a i të morë vesh. Unë e kam nipin baj shumë hajgore me ta, bilesh tash para një 2 ditëve ke të unë aty nejti një 2 net, tash për që ato 2 net sa kam qitë unë me kesh, ata krejt familja 2 mujdit, atëre nuk e qesin me kesh. Luj me ta, baj hajgore me ta, e du shpirtnisht. Po tjetër. E duhe. A e të marrë vesh. La të mine mje e du, po... Qka ke punu për para se më shku atje në... Baca Zesh kam punu 2 vitet e para kam punu në bujësi, etër kam dalë, kam punu 1 vjetë, kim ndrejsh adin baoshtel, si të na. Etër kam punu, kim bajt banesa këtu edhe një 6 vjetë, etër kam punu dhe për një Hashif Hazin është i Gjellanit, kem shit Bresla një 6 vjetë, e të 17 vjetë kam punu me një fabrikë. Po, pas taj ke përfundu? Edhe tash, po jo, në Zvicër gjithmonë. A gjithmonë Zvicër? Gjithmonë Zvicër shto punë se i kam. Po, tash tha nuk punon? Jo, për momente nuk jam të punu, Baca Zesh. Po, në pension a ki dollë, halo? Jo, Baca Zesh, jo, halo. Halo, mirë. A vjen shpesh në Kosovë? Po, Baca Zesh, vi qështë ke mundësi. Qështë ke mundësi. Me mundësi, qdo sa me mundësi. A të vinë familja? Po, Baca Zesh. Tash të mërkurën vjen qika rrinë edhe një 5 dit, edhe ajo ka pos qef qika 2 Aida me ardhë me mu, po e pava se është rrezik. Jo vini apet? Jo, kom e kem pos një jetë me ardhë, edhe qika po, Baca Zesh. Ta pas ka po hojrin i pas ke leon zanot mirë? Jo, Baca Zesh, edhe ajo pa qef, po unë e pava thash ma mirë unë rrezik baj për veti, se edhe qika me konë, adin e kisha një person ku ta mesh nga rkesa, i të morë vetë. Përgjithsi. Po atje në Zvicër, a ecni bashkë në herë? Ka një herë hecim, po tash nuk jeton ofër meje, tash s'po vinë. Kam edhe një shok se heci shumë, është një Sali Shala i Ratë Kocit, hecim shumë me ta. Tash më se kini din zëqirajnë të dënicë, edhe a jetës atje shumë. Ja, Baca Zesh. Mirë. Edhe mirë në Baca Zesh i kam do bletë, atyra, po, i kam për mi një 10 koruba. A jënë tuat? Të mijat personalet. 10 koruba? Për mi 10, Baca Zesh. Po, personalet? Personalet, mijat. A del gjoha vish për hobi? Po, Baca Zesh për hobi, po, sukur thash pare, du mi shit, vish 3-4 copa du mi nalë. Pse është pak problem? Nuk kam problem, Baca Zesh, po, su thash për para, nuk dishka s'jam mirë. So shkon 1 kilogram qasi mjolte që e prodhon? Baca Zesh shkon... Në kofë shtrajt më s'kalzon? Jo, shkon deri në 40 franga. Po vjet nga kanë shu blet mirë, po pisha e kanë shu një shërbetin e sajna, edhe o kristalizu në Roma, o kristalizu mjelta. Pa nëzirë hiq? Pa nëzirë hiq, nuk mëshë me centrifug me nëzirë, se vish me thy Romin nuk mëshë me nëzirë, edhe me një... Një materje që ka prodhu vetë pisha? Vetë pisha. Bleta e ka morë, edhe pasojat? Kristalizohet.
Po e kam nxerr diku rreth një 25 kg më shumë i kem nxerr, me do si i kem hungur me vushtina, ka qef shoqja, po mirë baca zesh. Me shoqja ka qef veç me hongër edhe me të nimu? Jo, shoqja veç me hongër se me më nimu. Vallaj, Qa me bo? Nuk të ka mirë puna. Qa me bo baca zesh? Pal Jelshu Gjakovar, tash më të përshëndet shumë. Ani shumë Se faleminderit. ju jeni pak ma lokalista, na mund të pranojmë edhe na i telefonot nëse kemi. Në rast se kemi, unë du me falenderu Palin, Pali është shumë i lodhur, do e mos se po, se i ka bo 60, në qa ora e nis dje? Dje më nis 9:20, baca zesh, e kam rinë një sotit nëns, po. E pse s'na kila i mru, hiq që s'na kila? Baca zesh, nisa me të shkru se a je për sot, po e kam një fatë se s'kam thuj ka një herë kisha zgjami edhe më punon fati edhe gjeta sot ty, se mas me të pas gjetë, nështë a isha detyru edhe një herë më ardhë me të po, veç prej shefit. Mirë. Se baca zesh ka marrë pjesën kur e kim bon herën e dytë për mërgjimtarët, ka marrë pjesë me gjithë grunë. Në përmorshin, troft. Qysh je konë për tregu Po, jo është tash, po i ka herat e dyta, jam konë, baca zesh, me gjithë grunë. Edhe qysh ki kalu? Shumë mirë, baca zesh, shumë mirë, bile përshëndes, bacën Mustaf, tha auto mu pi një kafe, të mu një pi një kafe, këta nuk qësit që një kafe, tha që, tha Poli, tha dalim, tha në atonën tjetër, tha tapim kaj kafe, mora shoqen edhe dola, ma ka fal një libër, shumë faleminderit. Ja shtofti modhi zot jetën edhe shnetin, ta kem me jetë gatë, bacën Mustaf. Dukat e kem Mustaf. Shumë. Është pak janet, po, i mirë, baca zeq i kitë të tonë të mirë. Baca zeq, po thonë mesazhet, përshëndetje, juve baca zeq edhe musafirit, për në thot Ganeshala. Faleminderit. Haxhi Osman Krasniqi, përshëndetje baca zeq, juve dhe musafirit. Na lë vetëm pak. Zoti i dha shnet edhe jetë të rahatshme. Faleminderit. Se di se çka është gurbeti. Te une kanë kalu ma shumë se 51 vjetë në gurbet. Shollaja që Zoti është ja di brengen musafirit. Në shtadini ka thonë kur është dzu pidar dhe le të vjen më mpa vish kush është dzu vetë. Ju mërgjimtarët ja dini vlerën ma shumë njoni tjetrit, se e keni përjetu me lkurën e juve. E na flasim me të nëjme na që ka jemi këtu. Për jetën e ronë edhe sfidat në për cilat kaloni ju mërgjimtarët. Baca zeq du me të ashtu edhe pak që aty për Nasradinin, tha i shkon pasërzu filmas një kohë shkurt një kujshi Nasradinit edhe ta shkojnë apet eftojnë Nasradinin, tha hate, tha së orëzu, tha kjo kujshia, tha pidar dhe ja din, shkojmë ta shojmë. Po? Tha jo, tha s'jem të orë, tha po pse, tha po ja di, tha dhejmë të tina, tha s'kam shka shkoj. Që to nuk e kom nëje. Tha si ja di dhejmë të tina. Që to nuk e kom dëgju. Baca zeq e kam pas një vlla, ushtyshim shumë me tonë se e kam pas babën shumë me që me pleshnjare, ka ditë shumë po bje fjalla me ta, shumë. E tash ushtyshim, tash e kam ndjerë para 6 javë ditëve, e ushtyshim me ta, dhe shkone i kam ga babë, se ushtyshim me ta, unë i kam halat do në katon po bje fjalla, se i din fjallët e babës. Fjallët e plakut. Mu më kalon baba 4 vjeç, baca zeq, e kam mollë po bje fjalla se nuk muna me njoft, se s'ka mujt me adit figurën e tina si e ka pas. Po, a më si e dhonëri Gjurgjevikut? Po, baca zeq. Rugova, po thot Palim do këtë është dhonëri Gjurgjevikut. Qashtu. Baci zeq. Qashtu. Si e gjohëm shef në këtë Jo, edhe jam dhonëri 2 parmishve. Qysh i bjen, kjo 2 graj kia? Jo, baca zeq. Një pjesë e grusë është besimit katolik, dhe një pjesë është ma herët e besimit musliman. Pa jo, bre. Po, për zote. Në më honë tash i ki 2 partmish. 2 parmish. A shkon të 2 part? Jo, ata nuk i një, baca zeq, se unë 37 vjetë zvicër, ku të vjeshtu familjen, vizitu anena, vizitu kënena, ka me shku ma për para. Vish ata nuk jetojnë bashk? Jo. Jenë da. Jo, ata janë donat baktin po bje fjalla, njoni është... Rasim Hoxha i përthot të përshëndesi musafirin, inshallah ka suksese me shëndetin, edhe juroj më kalu mirë. Përshëndetje nga Brukseli dhe një ditë të mbarë për juve aty dita së A. Kush ishte tjetër? Tahir Prekazi.
Tahir Prekazi po thot, a bën me pyet Palin, pse nuk është mirë me shëndet, çka lëngon? E përshëndes se çdo gjë është në dorë të Zotit edhe Pal të inkurajojmë mos u bën marak. Pacazeq i kam pas do ndeshje, se jam konë fajtor, po që ndeshjen e fundit se kam pas, kam nejt 4 ditë spital edhe 2 muaj e gjys kam hecë me krota. Jam i lëndum në kam, në krah, po i kam krejt të mranshme edhe kam pas të rënditje në kry, nuk jam mirë. Edhe problemi maj madhe mo se më ka hupe bukur shumë të pamit të syve. Të pamit të syve. Shtash i kam bot do kontrola Pacazeq, është e mundshme se është edhe pi ndeshjes. Me siguri pasojat. Me siguri ka pasoja e të marrëvesh. Për qëto arsye se kështu a di me më po, jam shumë, po se ka thonë e makina shihet mrena, shihet jashtë e mirë, po ndoshta mrena motorin e ka të lënduar. Po, ka Allah. Mirë, e përshëndes musafirin, po, e lexojmë qëto, çka po na cëng radë dikush qëtu. Ta hongë të dreqi. Zëqiri dashtun, ti ta në heret ke pas musafir të mirë e ma të mirë, po si kur Palin nuk e pas as njëherë. Me Palin kom ndaj vetëm njëherë, edhe kur njetë, bravo, Baca Mustaf, edhe kur njetë nuk kom me harru atë nej me to e me zojën e ti, por atë ko, atë shumë ishim thellun muhabet, sa që pa të më harru me ndru numrat e telefonit. E unë e kom pas peng në shpirt, pse nuk pa të arrit të kontaktoj mo kur me Palin. Palin ma patlen për shtypjen më të mirë, sepse si Palin, rallë në ndodhë më taku njerës gjatë rrugtimit tonë të jetës. Eshtë i urt, eshtë i dashtun, është djalë që nuk ka qift. Unë po e dëgjoj me vëmendje edhe po e shikoj kuvendin e ti që me fjalë nuk përshkruhet. Pal të bofsh net që ke ardhë aty e të falemderit nga zemra që sot ne ke zbukuru programin e mëngjesit. Pal të dua shumë, thët Shtihan Mustaf Rugov. Faleminderit e përshëndes nga zemra. Ti pas ke qenë kur kemi qenë troft. Po, Pacazeq. Pse Palës po më kujtohesh? Po kam folur me ty Pacazeq, kam folur, bile kam bo edhe pak humor me Mahin, thash Mahin për në televizor më kiduk, thash ma modhe, kështu bo ma i gorë. Ti s'ko ke heq? Kam bo pak humor, a i të morë vesh të qështu. E përshëndes musafirin, po për të veti prej Gjakove ka është arë një stonë në qëfar drejtimi. Pacazeq, kam dollë Piskot i bjene Dardani, kam shku Kaoseki Pars, kam dollë Luk Bunarit, kam dollë të ura e Rakovinës, Marsor, Mirush, Kagurizi, Klin, Gjora Koc, kam rridel këtu një stokë. Pacazeq, po veçurno se po i këshyrim, po i gjoj do mesazhe që të shka të nga thonë. Sikur burri se do në grun, edhe burri e lyp burrin me folje dhe me një. E na një ndërsh dëgjustu e kem Pacen Mustaf. Se na do në shpirti ku të na thur një poezi ose një sandi. Kish do njonin shtu. Hajde, kem telefonota, po. Alo? Alo, mirë dita. Mirë dita. Pacazeq e në verës monoj prej Klagenfurt për Austrije. Klagenfurt, Austri, hajde s'kendo. E në veri. A në veri, më falë. Përshëndes ty stofin tonë dhe gjust. A në verës mona ja? Po sa qarisht qatë mosafirin tonë që njeva diçka të full. Po, dashte me vetë diçka për blit. Thuj qatina, ose epja numrin tamë, thuj veç në roja u venin bletve, krejt drejtimin 100% në rojnë blet, anë që. O, bleti kam shumë mira, janë shumë në gjendjet mira. Jo, veç në roja u venin ti, pe që ati venit, në roja u venin të tërkun, krejt drejtimin, prej e ndrojnë ato. O, nuk është problemi për blet, Kjo është ekspert i bletarisë. Po, nuk është problemi. O, jam me profesorin e bletarisë të punu që 25 vjetë, me 400 blet, Pacazeq. Ani, po visë së më prone mo korën verë. Na ka ndodhë që ajo dhe neve ka, na ka ndodhë, ja kem ru mrana note venin, thuj.
Okej, Enver, faleminderit shumë. Faleminderit. Vetë sa ta ju përshëndetje. Faleminderit. Tung. Mjoltin të bi, tjetërin muj. Nisë pësni. U kry. Bacazeq normal duhet me kry kursin. Ti s'ke kry, jo? Jo, unë bashkëpunoj me një Zvicran aty, edhe pjatina i ka marrë blet, bile ai Honci e ka djalin ambasador në Kosovë. Shi, he? Edhe shumë është i kënaqur Bacazeq, se përpara ka në Venezuelë, e të kur ka ardhur në Kosovë, shumë është i Këtu po kënaqur. kalon më mirë se atje. O, Bacazeq shumë është i kënaqur. Po. E ka jetën më të lirë se në Venezuelë. Unë nuk e kam problemin të bleta, e të mërë vesh, po e kam problemin të pamja asyve. Ai e din se shka lypin blet mi po votë, ose mi po ato, se të nuk i shëndi, e të mërë vesh, që aty është. Përshëndetje për mysafirin, po më duket ko ka rëzuar edhe ky prejdar dhe njëjtë si kur une, dhe ju kuptoj dhimbët dhe smundjet edhe shëndetin. Ju uroj shëndet dhe optimizëm sepse njeri është mjek i vetvetes, muj dhe ryve demhasaj. Shkuaj me i telefonot tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Alo, mirë dita. Mirë dita. Alo, mirë dita, Bacazeq. Mirë dita edhe ty. O, ju përshëndes juve edhe qëtë musafirin shumë. Faleminderit shumë. Kush po na përshëndet? Selumin nga Begroca. Hajde selam, çka do më na thonë sot? Selumin nga Begroca. Po, Valloj, veç edhe për bleta e unë jam rëzu sigur qaj. ani po ja din hallin, a? Aj, valloj, po mytat janë ru venat, hen në kodër, hen në shpat, hen në luk. Po zamet me bo. E valloj selam, mjoltën duhet me fal, ka pak ato të shkojnë marë. Ja. Pa. O, valloj, ja fole edhe sa niki se sot të bombe, Bacazeq. Ani, përvo, bime një 2 litra i herëshe, 2 kila. E përshëndesim selamin shumë. Adnan Bajrosh Berisha, tash pjesa me madhe dhe gjuzve, po ju kujtohet që je konë me 3 gusht, në festën e 3 Po, gushtit. kam najt me kitë Austrisë, po sot më kujtuhem, me Abdullah kina me Shatrin. familjen. Jo më Abdullahin, po jo, më konë që është. Se ma përmen Abdullahin, tha ka jo morë në sprom, po, kam full. po. E përshëndes edhe Abdullahin, kem fol shumë me ta. E përshëndes. Edhe i ki të regu që po vjenë foton. Po. Edhe do këtë ka thonë, epja 100 euro bacit zec, e ti epi unë kur të Ku djesh në Austri. Ka thonë që shtu. E përshëndes. Shumë. Adnan Bajrosh Berisha, përshëndetje për ty edhe për Palin, që në ka shembull i mirë për tolerancë, ndërfetare, respekt për këtë burr, jetë të gjatë të lumtur i dëshiroj Palit shumë. Pastaj shoqëri Golaj, qumshturja Golaj në Shërbet. Faleminderit. Është në kratë. Po e di. Respekt Zeqiroma për ju dëgjuesit në veçanti mysafirin, zotënisi uroj shëndet e gjitha të mirat, e përgëzoj shumë për këtë iniciativë për të takuar bacin ton të Mërgatës, pak i noti po vjen, po çka ma pas ka grabit këtë punë, po nejse, ju uroj që të kaloni mirë ju, edhe ju uroj shëndet e gjitha të mirat Palit, thot shoqëri. Shumë faleminderit, Bacazeq. Pal të zgati jeta, braçe dega. Faleminderit shumë. Faleminderit. E kem kujshi. Po trupojnë se kem largo Bacazeq. Qashtu, shumë e vërtet. Se kur kesh para 6 javë, kesh në trupoj, bile vizitova dhe shkollën ku ka shku Sali Berisha. Ku? Në trupoj. Po, si të mi, se jo tash kur ka studiuar. Po kuptohet. Xhelal Bytyqi po na përshëndet shumë. Në të këshyri mos kem në i pytje, respekt për ty bacizisht, përshëndes ty dhe musafirin, edhe gjithë dhe gjusit, ju përshëndes une, Luli, nga hemodializa e Suedis, respekt, dhe kaloni mirë, po ju dëgjoj në këte pushim, në kohën e pauzës e mëngjesit, në thot, Lulzim Gashi. Braçedega po thot, malli gërbeqarit qka është.
Bardhec Boja, i përshëndetje për ju dhe për musafirin. Ky është një rast i veçantë edhe bukur human, se me i kalu 60 km kom me atë rrugë është rrezik, me të përplas në automjet edhe po një jetë i mirë edhe pas ka përfundu mirë. A kimi shtu diçka Bardhec Bojajt? Përbes Bacazesh unë të kalzohë edhe pak pare, o konë i rrezikshëm me thonë drejten. O konë, adin e kam pas fokusume në kry Bacazesh, nuk mu ka dhim tjeta për me më rrinë qëtu. Qa me bo? Qështë ndodhi një aksidenti, gati ullës ka jardë? Bacazesh hini me te i kalue, tash unë nuk e pava se Ishte nota apo dita? Jo, dita. Dita? Po... Ti shkojshë në krahun e Po, majt? krahun e majt, që të kanë krahun e majt. Po, një automjet hynë me te i kalu autobusin edhe? Po. Për Po, pak? ke ofër, po qa me bon Bacazesh tash? Unë e heci edhe në Zvicër Bacazesh, gjo vjetë bom një grup i madhë dhe në 60 persona, 55, edhe bojmë një shtektim prej Sirnakit e dhe në Sidël, ka du në Shficit, vjetë i kem pas 10 portugez, 2 zvicran, e tjertë jem konë shqiptarë. E kem një shingjergjin edhe ata përshëndes, edhe a i na udhej që e banë organizimin, edhe çdo vjetë bëhem grupë. Bilishtash një grua aty në Katon, thanë që se shkon që të vitin qëtash në qëshur, tha lajmëra, edhe ajo zvicrane. E shprejnë atë vullnetin e vetë, Me ju bashkan gjitë e shkurtës. Mi ju bashkan gjitë e shtektimit është Po dhe që atje e keni kushtet? Po, Bacazesh hesim shumë në përmal, bile kur kem hec Paradis Sovjete me qikin e dytë Aiden, ku e më shku me një farë bregi, o konë deri që të në borë dhe në gu, që aty ku që të shëti për kemin, edhe tjetër e që të kese pa të borë shumë. Edhe po, qëllimi mirë edhe hecim. Ka njerë shumë se thojnë kam dhim to, ha dhe shty, ose ka pas rasi kam pas, 3 ruksoka se i kam morë në shpinë. E ja kam letësue një motër se kem pas aty me veti, apo dikush se e shenë se s'munët, një moj dishka. Ka nevoj për ndim? Po, ka nevoj për ndim. Edhe solidarizoheni me njëri Po, tjetrin. e shprej vullnetin, folim, bisedojmë gjatë rrugës, është dishka shumë mirë. Zahir Zahiri, Gzim Baruti Miroci, Gzim Adit Kurjileti o bo Gzim i marë, Kia Mehmetaj Nimonaj, Muharrem Demaj, Razë Sinonaj, kemi në lumë se kemi në i pytje, bre. Ju falenderoj që edhe pse kemi të i kalu kuhën e regullë programit me nëgjesit vërtet, qka janë këto palë, këto të trofta palja? Po, Bacazesh. Kur që tasha? Po që tash. Po se thetë kom prit Po, se të prita thash ta hojmë një supë edhe për i thamë ansojnë, thash bimar thash një supë, thash, kur erë dhe në dytë tha... Supë peshku pa mesha? Po, jo supë, ti e ke morë supë qërë peshkit, unë e morë akit supën tjetër, e su dula jo ma mirë se jotja. Vi që do është me thonë qatë supën që i hanë Bacazesh. Po se dita Bacazesh, nuk e dita. Edhe ma mërmenja është nuk ta kishin pagu heq ata jezita. Ja, nuk e dita. Nuk ka më rëndësi. Ja, unë e në troftë shtulleve, dilev se për ndryshe, këtu ko këtë memoriali Ibrahim Rugova, soda? Sot edhe prom kam dalë Bacazesh. Edhe prom ke dalë Edhe aty? prom kam dalë. Shumë bukur. Që dje, unë nisëm me datën 11/3, unë nisëm prej fshatit ose Kyllaj, edhe më rrimë sot një stokë të Bacazesh në ora 1 i natës. Kem rrugtu, jem lodhë, po kryesorja kem rishë ndoshe mirë. Çdo gjë është ka në rregull. Kjo është bu para radiofontonën në ora 1 natës Bacazesh. Ku, më mbas ditë, veç mu po bojsiri se më s'kanë qenë punëtorët më rëndë Jo, se Bacazesh nuk kam dashur bime, se kam menu se është qelë, se më tha djali, tha deri në 12:30 tha kem najt, po unë kam shku një herë deri te kroni në Elt. E shkova në atë. Te burimja? Çto sa është ky kroni ashtu në Elt? Po fontona që tu. Po manel, po se dhe fontone, piva doj, këshyrë nuk e shisha se, me ndosha se kin kroni një dja, që ashtu më thanë, e tërku erdha ma poshtë e veta dhe njëherë, po kryesorja mirë, o konë çdo sa mirë Bacazesh, nuk harrohet ky kujtim me ky shtektim se kem bon, se i thash Abdullahit prom, thash për mu, thash, si më shku, thash Mekë, ose si ta lypesh edhe në Vatikan, thash ashtu kam pas, thash dëshira jeme o konë, shka do të ndodhë o konë dëshira jeme, për mu është konë knasi, po bje fjalla se e kam bon, kam taku tyje,
stafin tonë, të uroj shëndet Bacazejs, dashnie dhe respekt. Vërtet është një që ja u te i kalon pothuajse të gjitha befasive tjera, kjo që ne e ki bo sot, jo për diçka tjetër, po vetëm për sakrificën që e ki bo, edhe ke utu në kom 60 kilometra, e ki tregua devotshmërinë edhe qëndrueshmërinë tonë, që për mesaj me na respektu radio televizionin Fontona. Na ta po që bërç ton Jo, jetën Bacazejs, ty ju koft halal. ton jetën. Ismet Regjaj për të përshëndet shumë. Faleminderit shumë. Dem Sadika nga Stamolli, përshëndetje Faleminderit, Bacazejs. Përshëndes përshëndesim. musafirin dhe i dëshiroj shëndet të mirë, ju përshëndes nga zemra edhe kaloni mirë, na thot Dem Sadikaj nga Stambolli. Shumë faleminderit Bacazejs. Rasim Hoxha e përshëndes musafirin, inshallah ka suksese në jetë edhe ka shëndet mirë e të plot. Nga Brukseli, dita se po na përshëndet shumë. Kujtime me vujtje, po javlen me taku Bacin Zeq, po na thot nga Tropuja dhe njëherë Braçe Dega. E përshëndesim. Braçe Dega të mirë presim kur do që kish mundësi. Mirë, ti ku kërkon një shtog, Po. atëherë edhe sot hera e dyta, po, najherë tjetër, Po, jem konë edhe 19, nuk është ka pasar një Zvicran, musafir, e të reprum, erdha me qoqen atër 19, e pa të mangër dorë këtu një stog e pa mi stogin edhe u këthym. se do shta më thona e kishë ti ditën atë ka pëlqy, atë ka bo Po ka, përshtypja. jem konë Bacazejs, a di kështu ditën, amo largësi Bacazejs, tash me shëtit se familja atje ngushte, a din malli nuk len ka njëherë, po bje fjalla me dalë, ma lërgi, qa me bo, që është jeta. Ju kujtove Mustafës me njëherë si të najtë me to. Po. Ku jenë Zvicër, po thot na i Mehmetaj? Unë jam në kantonin e Apencellit, i bjen përmi Sangolnë. Është një gjysë kantoni, se Zvicra i ka 6 kantone, për gjysë. Noz Ukaj po thot, ky rast është shembull respekti për radio televizionin Fontona. Noz, kjo është një dhurat me mira që e ko morë prej si punojnë këtë radio. Sepse është bo një mundimi madh, një sakrifice madhe, ma është deri këtu. Njeri ka rreziku gjatë rrugës edhe jetën. Ky njeri meriton shumë respekt. Tash rrugova, po thot Bacizez vete palin ku jetonë në Zvicër, i tregova. Kanton të Apencellit një katon. Apensel, afër Sangolla, po? Po, 20 minuta kam Sangollën. 20 minuta. Bacazejs, unë jam me një pikë, ku kam 20 minuta dal në Austri, 20 minuta në Sangoll, apo në Allshetën e Sangollës, këti kam 20 minuta, si jam me një pikë ku mund është mërma 20 minuta, po. Atë nimon kjo për më bo shopping, më shku, më blija nej, ku më alirë. Po, e kem për me, po Bacazejs, me thonë drejtën ta shkuar në fundit, jenë shtajtu gjdo sang po bje fjalla, asja vlenë, edhe s'ki shka banë. Shumë bukur, përshëndetje Bacizec, ju stafit të RTV Fontonës edhe mysafirit pjauroj me kalu sot një ditë e bukur. Faleminderit. Mirë, vazhdojmë në një mesazh tjetër, respekt për mysafirin Naim Hajdaj. Apo të kujtuat Naim Hajdaj? Dajko, thot. Bacazejs, unë jam, në qësë është në Austri, mas është e mundshme. Jo, në Gjermani është. Të Minheni është aty. Mirë, qësh doj me përfundu programin e mëngjesit? O Zeqo, thuj këty mysafirit, mi bjen 2 kilogram mjollët, unë shumë ofër ti në qenka, Allstaten Allshetet Sangollës. Sangollës. O ishe musliu. Qysh më t'i pru kësh komeri? Jem konë para 2 vjetë e Bacazejs me shiken, në ka që djali me kërden Allshete. Është lërga ty? Po e kam dikurat 5-16 kilometra ashtë ato me, Nuk e të të ka pjallë shumë. shtetës, jem gjitë me shiken krejt bjeshkës për pjetë, e kem rrinë dhejtë banesa jem. Ajo më shoqënën këta kam për me hecë, ata kam ma shok për me hecë. Edhe me grunë dolim në aksham hecim pak, kështu hecim. Mensur Kraloni, O, mensurin, ndëgjoj shpesh.
Se kushie kam mensuar në aty Krajlan në Gjakovës. Nuk jeni lerga? Jo, bacazesh, jo. I lumt musafirit për sakrificën që e ka bo, për juve si medium, për në thot Mensur Krajlani. Mu i dhe ryve dhe mhasaj, në vendin ma të bukurin Zvicër, ma je bjeshkve, po jetoj ka. A është vendi mirë aty, apo? Po, bacazesh, na që aty ku jemi dhe mjegla nuk e ka pëqesh shumë. E të revin pi Sangale, pi Turgaut, s'ka ka njëherë parking, nuk ki parking ku me lonë, kjerën sa A dhe njerë vjenë dikush për aty tjerë. një mom, gjoma që tu diku në kom një vend të mirë e t'ja jepi musafirit. Jo, bacazesh, Po, jo, bacazesh, E shtin që tu në qond? jo, E ka bacazesh, tet rrugës? jo, bacazesh, une s'ja marrë kur gjë asë me marrë. Pidjone që që arë, po nuk, shumë, nuk është adet më të këthy dur thot. Bacazesh, shumë falimderë, s'kam alkohol, bacazesh, kam ven, s'di njerë shka me bo më ta. Une s'jam shumë që e pije alkoholin e të marrë vesht, bile i ka ma shumë se 12 vjetë bacazesh, une na nuk e mshelim po drumin. Diku në kom një vend të radiofontonës. Nuk e mshelim po drumin edhe mi ka vjetë një Zvicran për mi 20 kila raki. Shi, Zvicroni ka vjedh. Për bes, po ajo konë që shtu adin me invalida, di penzion, e pjane, a i të morë vesht. Edhe ku shkoj, thash gru, ku kilon rakin, ku kilon, thash ku shkova atina, tha ti ka morë, une, plus ven sham kish pas prek, e brenin nuk e kam hetu sa. Vishe pranoja. Po, e pranoj, po shka mi bomba, ca zesh. Ma bëj keni mik, thoj ke pse se rreve, po thash ka me rre markuer, puna mu bojt bacazesh, a i 2 pushk në shpi. Po në bë mu të dira. Ki që tina? Jo, ma shka me I bomba. që ta shëgjoj unë ma letë, se ata. Ja, nuk është kjo. Qyri. As kjo nuk është. Po, bacazesh, ish bërë masë, që qeti, bacazesh. Gjetën? Po. Në Gjakovë është e prodhume. Shumë falimderës. është e prodhume veç për radio televizionin Fontona. Bacazesh, shumë falimderës. E kjo jo që është me pi, po për hatër të Fontonës, me marë e me rujt aty në vitrinë dhe mbi thonë ati Zvicronit që tonë dzopshat Jo, të ma vjen. tash se kem aty, se kem, po e pesha. Po, jo, gjallë është po të ka dalë. Kjo është vend e prodhume veç për radio televizionin Fontona me logon e televizionit. Hade regjia kamerën pak. Po, kanë morë atë kamerën tjetër. E shumë falimderit. E pipsh me shnet. Falimderit. Qysh don me përfundu programin edhe kënd don me përshëndet? A bon po thot Ajshe Musliu më në lon numrin e telefonit? Po Ajshe, ta lom numrin. A ki me përshëndet dikon? A ki me uru dikon? A ki me falenderu dikon? Bacazesh, përshëndes ty me stafin tonë, familjen tonë, ndigjusë dhe shikusë, kur thash pare emen për emen. Kjenë shnet të tonë. E përshëndes edhe blazit e motrat e mija. Këtu se i kam po, se nuk kam, vish një pat i kam edhe mesat, shka i kam për jashtë, a prej motrave vlaznive nuk kam kërkan për jashtë. Vinë që shtu nga vizitojnë. Po. Vinë vizit, i përshëndes edhe ata, e përshëndes edhe njerë grunë e 2 vajzat e djalin, e përshëndes apet edhe herë Noelin, se dojmë shumë. Gjithë ndëgjusë të shikus, ja u dhash Zoti dashnin edhe respektin. Do marrë këtë vit për 3 gusht? Bacazesh, tash edhe pare se nuk e di shush i kam hesapet. Që tu i kam do termina, i kam Se na kem vazhdu E di se lajmëroj njoni, tha, doni me bo me 3, a me 2, se me 3 është e dile, tha, po keni qef me abo të shtunën. Po, qështë kanë qef, ata na kem ja u bo. Qashtu. Qështë kanë qef? Se Bacazesh, ti e tash komandanti, po ka herë du të mingu dhe ushtri. Ja unë krejti një goj. Ndigju dhe ndigju se qysh mi abohe, se... As një hapun po ata nuk e bëj. S'ki tjetër, Bacazesh, s'ki tjetër. Ishte ky Pal Cena, në emër të Juvin, du me përshëndet, me falenderu shumë,
Me të vërtet ne ka bo një surprizë, jo kjo nuk është surprizë, kjo është një dhuratë që deri me sot nuk ne ka bo kur kush me të vetmin mision është nis nga ose këhyli me ardhë një stog e me taku Bacin Zeqe dhe stafin e radio televizionit Fontona. Tash, unë du me morë palin e du me qu me hongër një pasull pa mish. E hanë me mish apo mish? Ka qëllën. Pa mish e paguj une. Ndryshimin për mish e pagun ti. A ki marak në buk Kolomoqe, në buk Misri jo? Po, Bacazesh. A po ajo? Po, banë shoqe, atje bajmë buk Kalamoqe, bajmë flijaj, bajmë qito sena tradica dhe na e A ki vërdojmë atje. kushta, a ki jo bërë, ti pas ke blete, pas ka Bacazesh, hapsira. unë e kam atje një banjes teme, kam ajto morë, është blet i kam të një doktor ku punon gruja, din aty të aj, po Bacazesh, ne i kem të lajmrume, ne kem numën, sukre keni numën e kere. Numën personal, Numën personale. numën serek. Po, e ki qati kantonit shkru në AR dhe i ka 4 numra, po tash unë me dasht me i hek pi atyit, e mi qu diku tjetë, unë apet du të me lajmëru bletarin, se i kam qu Një vend tjetër. një vend tjetër, edhe S'na ata ka zove lejojnë. s'ka kinë që të qontë. Bacazesh, këtu i kam edhe një por puma, kam pas buk me veti, kam uj, kam hapa me veti, kam litrika me veti, Shtagat me veti? shtagat edhe A i kam ki pas... përdor shtagat? Po. Të në kohën, a? Natën shumë i kam përdorë, se Natën. me majtë kam pas një litrik. Majice kam marrë me veti sanet mranshme, edhe Qa ka pas tjetër? Një briske kam marrë me veti, a i thash, a një mas po prej një dega një san, dishka Më tjetër ti s'ka dikun pas. prej kline e kënej ki utu natën, Natën. Krejt natën, qashtu në komë, rrugës. Qashtu në rrugën. A tu kanal kush më të mora, ju? Po, Bacazesh, Tua? të Mirusha, mu kanal një kamion, edhe në këthy rikëther, sa hada kajtu dosh me të quë. Thash jo, thash jam të hecë vetë. Kanë pas, i kam edhe një 3 raste tjera, se më kanë vetë, a ki nevoj një sa me t'i mu ka për do më shku. Sa bukur, sa bukur. Bacazesh, jem një popull, shumë për kem shef mi bo mirë dikujna ku ta shesh dika në rrugë. Që ta she veta njonin qëto në gjëra kotë, sa është që rruga që shkojnë për istok, se jeshtë natë. A di tash me ditë të qëllimi, tha po, tha, a ki nevoj, tha një sa me t'i mu. Thash jo. Në pumë benzinit e more pa qetë dohan, tha kur tash ndrojnë ndrimin vish komunale aja pet, tha, apo do me qu, tha për istok, thash jo, thash se qëllimi jam është me heckom. Mikin e kam vlon e grus, Kris Prene, ajo është polic, edhe ajo konë shumë i marakosën, që june, këthëvet, marti, qëje, o, jo, burre kam bo atë qëllimin, ta mu në vish, as një metër, nuk ki nevoj me hecë, me kërën vish kom, du me hecë. Edhe ata, edhe ajo bilen me gjesë, ku je, ku flejnët e... Të ta bojt kasave, që shkallovën butrën që fjete? Mirë, për s'kam bo 2 orë gjë më, Bacazesh, unë kur bo para 5-ve jem konë qëtë. Mirë. E kemi edhe një dhërat për ty, urt e bardha nga Mustaf Rugov. Aj, shumë falimderit, se jashtoft zoti jetën e shnetin, jashtoft zoti familjen. Pas ka thirë Mustaf aty dhe pas ka thonë, dhuroja një thot një liber. Shala i ro zoti thmin, Inshallah i bon tisë. Jo, se tash nuk kam u kthy me kerr Bacazesh, tash kam u kthy me autobus me drejtimin e pesët e pej për Gjakov. Shumë bukur. Da më të shoqi me kerr. Jo, parbes, jo. Bacazesh, unë kam ato qëllimet e mia, se unë kam edhe djalin e vllaut edhe aja atje më ka thonë, adin që ose është nevoja, thash jo, se unë i kam, Bacazesh ka herë unë ku ta kam mendimin, e kam një mendim drejt edhe s'kam tjetër. Shqo, unë masoz 10 jem krejtësisht Bacazesh. Më nëzispres më hub dika. Edhe të qënë shoqi. Jo, Bacazesh, shumë falimderës, ti falimderës se ma dhe mundësin mu shprejo në qito. Jam shqip. Falimderës se ma dhe mundësin mi shprejo në digjuzve tu. Kjo knasia jeme. Ja, vara në atë jemi shumë mirë njës të njëtën. Bacazesh që në bo 37 vjetë në Gërbet. Edhe me thonë drejtën tash kohën e fundit, po të vine vetë ato emocionet.
po të vjen ai ngushtimi, të i kërkoj falje se ndoshta ngushtohena ka një herë, ama jo ndo gjona po bje fjala se ndoshta kuptoj gjithkush. Po patjetër se po. Se po vishin ato, po vje ka i loti ose ai vaj, po del ka pri fundit zemër si të një fjales. Që ashtu veç falimderoj se ma dhe mundësin, pashtofti modhi zot jetën e shtetit, kam respekt për ty Bacazesh. Për Të stofin lumë për pojnë familjen dërumi palë, që ne bone këtë ditë ka shtë bukur sot, po thot nga një shala. Faleminderit se Jam përshëndes edhe këndresh Ganin. ditën. Faleminderit. Dhurat nga Zoti jeti palë sot, Faleminderit. edhe të lumë, po thonë dhe gjusit. Nëse razemi, përshëndetje Bacazesh, deshta me i thonë musafirit që në të shkollë, në bojen e dobërshonit, o shumë boj e mirë, kush ka probleme me sy. Respekt në sret azemi nga Zheneva. Bacazesh e përshëndes. Dobërshonin duket është me suarek edhe kom dëgju për këtë boj. Bacazesh e përshëndes shumë dëgju, se ndoshta japi në këshill, po te unë është problemi se venat që kapen prej trunit e shkojnë në sy që ato janë damtume. Nga aksidenti që ke pas. Bacazesh jam konë, i kam pas qu edhe në Amerikë analizat e mia, kam shku në Turqi, kam mënu se kam veç pelhurën, nuk ka mundësi. E të jam konë vjetë të një indian në Tiranë. Në Zvicër jam në kontrol, po kam mënu adin se ka thonë ai smuja të qënë edhe tokën me grupue. Po, qysh ja. Po problemi është se venet se vinë ka truni, ka bon grumëll, se vinë në sy, ato janë damtume, s'ka shërim. Hajde shkojmë edhe me telefonot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Bacazesh. Kush po na përshëndet? Agroni nga Gjakova. Hajde agron mirë se erdhe. A jemi e Bacazesh? Jemi shumë bukur, Ma të familja të staf e krejt. shumë bukur agron. Desa ta përshëndes edhe Bacin Poli. Faleminderit. A pëngjevish? Për në gjësëm do këtë ka pas një aksident në Gjakov me një pagesë aty në kek. A ki pas fal të lashësh me rrymë në herë? Ja, s'kam shpi Bacazesh. Ja, s'pas ka shpi heq kës. A kon me qikën e vllaut, më një pagesë. Me qikë vllaut. Jo. Ja, s'është agron. Ja, jo, agron, jo. S'kam. Mund t'jetë dikush tjetër. Mund të më konë në kusht tjetër, a mos ka. Jo, ose vllavi ta O tash, Vllav është e mujshme. vllavë nështë është... me qikën e naut. Po, qashtu, aty me ty jam. Po, atë patë një probleme patën atë. Aty me ty jam. Po, Aty me po, ty thot. jam, agron. Shumë faleminderit, agron. Përshëndetet mirë, veç desha t'ju përshëndes. Ani, ta shtovë zoti jetën e shtetin, kish dashni dhe respekt. Qyshini mirë, Shumë inshallah, faleminderit. Zoti rullu një manë. Faleminderit. Agoni falemderit agron. Bacazesh ka lë mirë, shëndet edhe ty jetë gjatë të lumë. Shumë falemderit agroni. Përshëndesim edhe Baramonin. Bajramonin. E ose këtë hyllë se Po, kjem aty. radh në të rep. Bacazesh, migjen e Baramit, thirë Syli Sufi. Edhe tash, o zatet baba me Sylin në rrugë, edhe i thot Syli, thot, sa hati, i kalzën. Thot, shka banë, thot, ti për thot për jaran, a jep sa hatin, e kanë zërë qëstekin e sa hatit, si burat e ja kanë shku babës në dorë. Pe dashnis. Pe dashnis. Regjë dhe shpresa Morina po thot verën teme, mos ja jep kujt Bacazeqir me metaj. Edhe një është dikun. Me gjithë se lype se pova, po që tash një ditë kom po venën nuk guxon kush me dhonë po lejen teme, është edhe një dikun. Regjë dhe shpresa Morina. Lirie Sulejmoni Kuqi, boja e dobërsonit është në Gjilan, aha, se është edhe një dobërsan Suharek. Kjo Islam së kur tishi, jo Bacazesh dobërsoni është në Gjilan, e kuptum, kërkoj falje.
këtë bonje po livdojnë shumë për syjet e tjera, kjo është diçka tjetër. Në Gjilan e murëm vesh, në Gjilan. Na knoq i pali, po thët mjeku Milaim. Përshëndesim Bacazesh. Na knoq i pali. Që ta mërmenja, ata përfundojmë që tu. A disa kemi kalu 40 minuta. Ani Bacazesh, shumë Qysh faleminderit. Për zotë Bacazesh e mirë, e kam një veten mirë, po me çato emocione se ka njerëz po mundet njeri më me kufizuar. Bajt është normale, është ajo se njerëz jemi. Faleminderit për pritjen tonë, shumë faleminderit. Kjo është kujtim që të met një jetë Bacazesh. E njeva vetën si në shtëpitë teme, si në familje teme. Që se ki paramendu Fontonën kështu? Po Bacazesh, me thonë drejtën A dul ma mira ma mirë se ke menue, ma mirë. Pas në bukër, ke bo bukër, bile vetë a djallin tanë, tash ku ki pas për parë, tha ma poshtë, këtu pas në bo bukër. O, ku kemi qenë? Ekzosh o Bacazesh. Një shpel. Ekzosh Bacazesh, ishallah javlet djemve. Gjithë bashkë ishallah. Ishallah të reshegojnë djemt me të mira. Se prindi ka qef me konë majmeshëm se vllave, motra, kujshia, shoki, kënena, po thmija ka qef me konë majmeshëm e me pos ma shumë si baba, si prindi. E ti ishallah nuk ta shojnë mundin ta ndam. Kur ku ishallah më repaq. Ishallah nuk ja shojnë me ndam babë, se ishallah ecin hapave tu. Mirë, përshëndetje për rëtëve Fontonën për mësafirin tuaj, respekt. Koka shqiptar tipik. Faleminderit. Po thot Arsim se Dragaj. Faleminderit. Këtu po e përfundojmë, dëgjues nderuar, duke falendëruar dhe një herë Palin, 1000 herë, edhe duke I kërku falje për ato të lashe që ja kemi nxerr, për atë sakrificë që ja kemi bo, që ky ta plotësoj një vullnet dhe një dëshirë të vetën, për me tregu devotshmërinë dhe dashurinë që e ka ndaj radio televizionit Fontona, ka udhëtu hiq me pak se 60 kilometra me këtë qonë të mbushur plot në shpinë, edhe ora 1 natës moj para derës radio televizionit Fontona, me shka ne dëshmoj edhe me fotografi. Pal, po shpresojmë që të mos jetë kjo hera fundit që ne do të takohemi. Faleminderit, Bacazesh. E do të shifemi. Faleminderit. Ta përshëndes bashkëshorten. Faleminderit. 2 vajzat, qunin, Faleminderit. Nipin, Noelin gjithsesi, Faleminderit. edhe krejt familjen ta për mi dashurit tuj, shok, ata me cilë ti e kalon kuhën, e kalon jetën, Faleminderit. ti përshëndes që të gjithë, e ty të falenderoj shumë. Faleminderit, ta shtoft Zoti jetën Bacazesh. Shumë faleminderit. Miru pafshim nesër, sërish për jo shtetë, nuk I dihet, mund kemi befasi tjera, mund kemi knatësi tjera, edhe atë se cila me mirë se tjetra. Miru pafshim.